se Altin Dumani, për cilin kam shumë respekt për hir të vërtetës, dhe cilit ja kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qenerisë që i turret për ta vënë në presion, ka qenë aty prokuror i Republikës Shqipërisë, edhe ata të tjerët që janë sot spak, aty kanë qenë. Por nuk kam pasur fuqinë që kanë sot, sepse shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë, më zotri. E mbante kush rrinte në këtë zyrë dhe e përdorte për hesabet e pushtetit të vet. E mbante pushteti ekzekutiv shpatën e ndëshkimit, atë shpatën që ka, se kam këtu me vete, zonja e drejtësisë, figura. Ka shpatën në dorë, ka peshoren e drejtësisë, ka dhe sytë të mbuluar për të qenë totalisht e paanshme. Unë i dorëzova shpatën për të bërë këtë që po bëjnë. Patjetër. Sepse kjo është e vetmja rrugë, nuk ka një rrugë, sigurisht që kjo ka koston e vet. Po pse kur bëm në reformën drejtësia, ishim vetëm pushtet. Po pse si mendon ti? Kur unë thosha, duam një forcë të pavarur që të luftoj korrupsionin, majtas e djathtas, shoj vetëm drejt, po kush ishte në pushtet? Sta më du mua, apo e bëra reformën drejtësi për të hikur pastaj për të marrë me piktura dhe të tjerët të shifnin e të bënin. Jo më po unë e dija që çfarë po bëja. Dhe sot po të them prapë, 100 herë të kthehem mbrapa, 100 herë e bëj këtë gjë, pavarësisht rezervave që mund të kem për një rast tjetër, pavarësisht lajfitjeve që janë pjesë e një procesi rritjeje të një institucioni, të disa institucioneve që janë të reja fare. 5 vjeç, 6 vjeç institucione.